me Prishtinën. Edhe me çmimet, fati i keq të ne është që këto nuk janë rrit pagat bashkë me rritjen e çmimeve, e që nuk ndodh gjithmonë në botë, po ideja është pak të kishin rrit pagat. Por ndryshe është në krejt botë, nuk e di pse do të më bëj veç dallimi Prishtina. Për shembull, ka që na shkruajnë edhe prej jashtit, kaç kushton Gjermani. M'fal, kushton Gjermani. Po kushton Gjermani një 150 kilometra larg një qendrës, apo kupton, me një katon. Po mundesh me vlej më lirë se në Prishtinë. Apo po nuk është krahasim real. Unë e di që çmimet nuk janë reale në Prishtinë, po nuk është edhe aq banale sa e bojnë disa. Është një farmesi. Një tjetër trend, një tjetër diskutim në rrjet, gjithmonë po flasim, është që sa investon Prishtinë, investon në Dubai. Janë gati çmimet e njëjta. Çfarë ta tregon një rast? Ky koment. Çfarë ta tregon një rast? Për shembull, ka raste të tilla që ne qesim shitje banesa, villa, apartamente, shtëpi, buzdetit në Shqipëri. Edhe thot dikush kaç kushton në Spanjë. Sa herë mëna vitit mundesh me shfrytzu Lalzin, shembull, edhe sa herë mundesh me shfrytzu mrena vitit Majorkën në Spanjë. Do me thonë, në Spanjë mund me kalu 2-3 vite që s'mundesh me shku. A di që çdo vikend e shfrytëzon në Shqipëni. Do me thonë, nuk ka logjik fare, në Spanjë e blin kaq. Ti në Spanjë se ki kërkan o vdo. Në Dubai, me këndon me jetu. Po di çfarë standardi është Dubai, bre. Po një hamburger është 35-40 euro. Po s'mundesh me jetu në Dubai. Ti e blen, po s'në e mon. Edhe nëse e blena, do më zhvendosa atje, që do në me bo. Do me thonë, është... Veç hajtë thëmë diçka, e shumë pak ka diçka reale. Po pse, ndoshta ndër vite ka shku duke pas ngritjet e çmimeve? Dubai, dikush blen. Dubai, blen dikush që ka një shtëpi në Kosovë, ka një 7-8 banesa dhe banesa të shumë me mishira, ka një 2 biznese, e ka villën atje në Brezovic, ose dikon tjetër ku bje burë dimrit, e ka villën të plazha atje, qa investon në Dubai? E jo, dikush që veç me afut këtë, hajtë shkruj koment në Facebook. Nuk jam të shakër, kanë. Jam të e bo një dallim që sa është reale. Unë po të thëmë, 500 herë e kësha bli për para në Shqipni një villë, me të njëjtin çmim se në Spanjë, se nuk mundesh me shfrytzu në Spanjë.